Blersi gjithmonë mendon që i di të gjitha gjërat vet, edhe nuk kërkon fatkeqësisht në Shqipëri nuk kërkon këshillim. Pra ne jemi gati të bëjmë të gjitha akrobacirat vet në treg, ndërkohë që është më mirë të marrësh një ndërmjetës pasuri e paluajshme, një agent imobiliar të licencuar, ta paguash 1% për tarifën e shërbimit dhe ai do të kërkojë tregun dhe ai do të cilë alternativat më të mira dhe me shumë mundësi do të japi dhe zgjidhje ligjore dhe më shumë mundësi do të japi dhe mundësi financimi. Të paktën ne antarët tanë kemi të pajisur dhe me mundësi financimi. Pra praktikisht kur ti hyn në zyrë me një shërbim të kompletuar dhe ja vlen më mirë paguash atë 1% se sa të ngelesh 6 muaj, 1 vit duke gërmuar vetë nëpër portale, edhe nëpër zona që nuk i njeh, edhe duke rrezikuar me investimin që po bën. Të njëjtin gabim e bëjnë edhe kur duan shesin? O patjetër, sepse mendojnë që fakti që komshiu e shiti 50.000 euro më tepër dhe prona ime vlen 50.000 euro më tepër, edhe vendosin të dalin me kokën e tyre në treg dhe vazhdojnë të jenë pronat varur. Dhe në të njëjtën kohë, unë mendoj që Blersi, shitsi bën gabime më të mëdha se sa Blersi. Ndryshe nga gjithë tregjet e tjera të zhvilluara. Shitsi vazhdon pranon që prona vet të tregtohet si tek tregu çam. Ço do të them me këtë gjë? Nuk janë gati që të marrin të kontraktojnë një ndërmjetës, një ekspert, i cili njeh tregun, të jetë përfaqësuesi tyre ekskluziv në treg, dhe ajo pronë të gjendet vetëm në një zyrje liseti, ose vetëm në një agent të pasurie paluajshme, e marketuar dhe me vlerën e duhur. Kur nuk e kontratë ekskluzive ka diferencë. Ka diferencë dhe pranojnë të japin në 20-30 agent dhe të njëjtën pronë, fatkeqësisht i gjen në 200 portale, në 20 vende të reklamuara, fatkeqësisht dhe me çmime të ndryshme, sepse nuk kanë këshilltar të duhur, dhe më pas kjo bëhet bajate. Është njësoj si kur ti shkon te tregu çam dhe po kërkon të blesh një valizhe dhe ti breth gjithë tregun dhe ato valizhet janë 1.000 lek, 2.000 lek më lira po më shtense njëra tjetrën dhe humb vlerën.